Që e vota kundër që del jamon, votimi për kryetarët kuvend duhet të jetë i hapur. Ne deshtem as deshtem, kemi obligim me i kry punë tona si të zgjedhurit e popullit. Jemi deputet të zgjedhur nga zgjedhjet e fundit. Edhe ju thon drejt, në situatën në cilën gjendemi, nuk besoj që ka deputet që ndihet mirë. Po nisna prej vetes, për faktin që si të zgjedhur të këtij vendi normalisht që mbajmë përgjegjësi, edhe secili që ka shpresu tek ne dhe ka besu, për që ne me fillu mi kry punë tona. Aq më tepër, kur Kosova mendoj që është në një momentum jo momentum të mirë për të pas kësi lloj ngërçi, edhe unë besoj fuqishëm që përfundimisht ka një moment kur të gjithë ne, të gjitha partitë politike, pavarësisht pozicioneve që janë, kanë për obligim të ulen edhe përfundimisht të gjejmë rrugë dhe të dalim nga kjo situatë. Po shpresoj dhe po besoj fuqishëm që nuk është një momentum që drejtuesit e partive e kanë po e bëjnë qëllimshëm këtë punë, e kanë përshtypjen që e kaluara e tyre edhe komunikimi jo i mirë i tyre po i marrin peng të daljes nga kjo situatë, edhe kjo sipas menimit tim për një moment duhet me u tejkalu edhe me fillu me bë të pamundur. Unë jam deputet i rikthyer prej 4 vite më parë, jam deputet që komuniteti egjiptian ka vendosur me pas prap pjesë të kuvendit. Dhe jam kthy me një entuziazëm të madh që ne të fillojmë bëjmë diçka për të. A bën me më kallëzu pozita juaj si parti, cila është pozita juaj që tash? Qysh është vota juaj për çështë situatë? Ne jemi aktiv dhe qëndrimet tona janë krejt kohën publike, i kemi vendime në kryesinë e partisë, jemi për me fillu me ju dhënë mandat i bazuar në kushtetutë dhe jemi ulë me zotin Kurti, kemi fillu diskutimet për të fillu ashtu se si takon. Vota jon ka qenë prej ditës parë kemi votu pro zonës Albolena Haxhiu. Pa kur fa shkëmbimi vetëm? Për kuvendin e Kosovës, kryesinë e kuvendit të Kosovës, nuk mendoj që duhet asnjë lloj diskutimi, për faktin që konsideroj që ky është obligim për ne si deputet me fillu konstituimi i kuvendit dhe me u zgjedh kryetari dhe kryesia. Vetëm s'ka mri hala puna aty, po njerëz dojnë me ditë për shembull. Kisha desh vetëm edhe çfarë me votë qartë, sepse kam filluar me votu në momentin që ka ardhur propozimi për të kriju komisioni për të votuar fshehur, personalisht që e vota kundër që del jamon, edhe unë jam derisa ka deputet përgjithshëm sikur qysh jamon dhe pranon me votu pas një problem, unë mendoj që votimi për kryetarët kuvend duhet të jetë i hapur, sepse ajo duhet ta ketë një legitimitet publik, edhe duhet të kemi një mbështetje e cila është në një shumicë të dukshme dhe jo në formën. Mirë që u sqaroj për këtë, po tash masi e çele këtë temë, po duhet të pyet prej bisedave që i keni jo formale aty, tash 20 herë jeni të shku edhe besoj që njerëz flasin mbrapa kamerave, do senave që si folin para kamerave. A ka njerëz që thonë mos më ndale emni kisha votu. Apo e ninti që kjo vota fsheft kish me ndru diçka. Unë për qenë sinqert, çfarë informata ke ti? Qenë sinqert nuk kam një informat tillë që dikush flet anash që unë do ta votoja mbyllur. Kam pa që ka pas propozime prej partive për persona të caktuar, kjo është hapur edhe e di që do ta bëjnë, do ta votojnë kuvendin në rast se do të ndrohet kandidati. Edhe me qenë sinqert, unë nuk di dikon që kam dëgju anash që flet që nëse do të jetë votim. Me sa duket, këto partitë janë mirë të koordinume, edhe nuk besoj që unë nuk pres me çalu ndonjë deputet në formën e tillë dhe nuk mendoj që do të më kriju ky standard për faktin që ky parlament nuk do të jetë vetëm tash, po do të na përcjellë, nuk mendoj që do të jetë një traditë e tillë.